Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, ditën e sotme do të diskutojmë për aktualitetin politik. Ka një protest, jemi më 17 prill, një protest e thirrur nga opozita, nga Partia Demokratike, me ne është bashkuar analisti Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit dhe juve. Kanë qenë disa protesta në seri nga Partia Demokratike. Protest. Nuk është protest, është miting i Partisë Demokratike dhe të opozitës në tërësinë e saj, pasi ajo që kam thënë dhe them ngul këmbë më të madhe që partitë politike nuk bëjnë protest. Kështu që ky nuk do të ketë asnjë lloj rezultati, sepse protestat në vetvete kur bëhen japin rezultatet e tyre. Në masën 100%, 7%, 8%, kjo varet pastaj nga mënyra se si trajtohet atë drejtohet protesta, por protesta pa rezultat nuk mund quhen protest. Prandaj them që ky është një miting i partisë, do vazhdojë ai skenari i të gjithë ditëve të bëra protest me ato fjalime me sa mora vesh ju kanë rikthyer përsëri atyre podiumeve dhe fjalimeve, pra protest. Prandaj them që nuk është protest, sepse protestat nuk bëhen me podiume, nuk bëhen në të lloj forme, por duke qenë se Shqipëria ka arritur në atë kaosin që nuk dihet më se kush është parti politike, kush është shoqat, kush është sindikat, dhe mungesa tyre pastaj ka bërë që forcat politike ta privatizojnë dhe ta përveçojnë emrin protest apo revolt apo kryengritje, siç e përdor Berisha. Kështu që nuk pritet absolutisht asgjë, dhe ajo që është më e keqja është se këto lloj tubimesh të cilat pretendohet për protest bëjnë atë bumerangun tjetër, kthehen në bumerang, pasi njerëzit nuk besojnë më, lodhen, nuk kanë shpresë, rritet ajo shpresë se thonë ja vajtëm kemi vajt gjithmonë e njëjta skemë, e njëjta histori, e njëjta gjë. Dhe kështu që tash është për mua jo rrallëherë e kam shprehur që këto lloj protestash më tepër japin frym qeverisë se sa e dëmtojnë atë. Kjo është për të mbajtur atë antarësinë e tyre, për ta mbajtur rreth vetes dhe për të thënë që ja ne bëm, po kaq bëm, kaq mundemi, deklaratat të cilat vinë një pas njësh për pastaj kur thonë që Rama nuk rrëgjohet me protestë, Rama nuk rrëgjohet me këtë, po me çfarë rrëgjohet Rama atëherë? Pra një qeveri e cila është deri në fytyrë e kapur, një qeveri që është me korrupsion, me drogë, me pastrim parash, dhe kjo jo se e themi ne tashmë, po këto janë raportet e ndërkombëtarëve, qoftë Amerikës, qoftë edhe të Bashkimit Evropian. Pra është një opozitë që nuk ka vizion, ajo që them gjithmonë, këta janë parapolitik, këta nuk janë politikanë. Sepse po të ishin politikanë do të gjenin mënyrën dhe formën e zgjedhjes. Nëse dështon në politikë ka një problem, nëse dështon në një rrugë që ti nis, atëherë ndryshon ndryshon drejtim, ndryshon formën, ndryshon çdo gjë për të arritur synimin tënd. Shoh që nuk ka në një drejtim tjetër apo synim tjetër. Kështu që ngelimi po në atë vazhdon atë protesta rradhës themi. Qartë, zotë Merkoçi, ju e thatë që është një miting, nuk është një protest, do t'jenë ndryshe që rikthehen edhe të paktën fjalimet në këtë manifestim. Mendoni që të larguarit, të padëshiruarit, të vetë përjashtuarit, siç thot zoti Berisha, do të jetë pranishëm dhe çfarë mesazhi do të jetë nëse do të jenë pranishëm këtë protestë? Lidhje ka vetë përjashtuarit, të hikurit, po të marrësh Partinë Demokratike në themelimin e saj apo në vitet në vazhdim, po të shohim kemi një tkurrje të Partisë Demokratike. Kemi një tkurrje nuk përbën ndonjë lajm, pavarësisht se mediat mundohen gjithmonë, por nuk përbën ndonjë lajm që erdhi Saliani apo nuk erdhi Saliani, erdhi X apo Y. Ne shohim një mangësi totale të organizimit partisë, të largimi i Partisë Demokratike, të njerëzve të cilët kanë kontribuar tek Partia Demokratike, nuk i shef tek Partia Demokratike. Ky është ajo më e keqja, nuk është problemi tek një emër, se erdhi ky nuk ndryshon absolutisht asgjë.
Problemi sepse këta janë individ, nuk janë grupime, nuk janë njerëz të cilët kanë një vizion dhe kanë grupimin e tyre dhe pastaj do të thuash ti po. E vërtet që ky grupim erdhi, por në momentin kur flitet me emra, atëherë do të thotë se nuk ka alternativë. Nuk janë thjesht për show. Hajde të bëjmë një lajm. Për të bërë lajm, hajde po marrim tani Salianin apo e bëjmë lajm dhe po e komandojmë. Por në vetvete nuk ka sjell absolutisht asgjë. Thash, nuk është bërë një analizë. E gjëja e parë për shkakun që mungon te Partia Demokratike është analiza e humbjes zgjedhjeve. Absolutisht asnjë lloj analize u bë vite ca që jam marrë zgjedhje dhe çuditërisht nuk kemi asnjë lloj analize. Flitet për hapje partia mbyllet. Flitet për meritokraci dhe për vlera, aty s'ka as vlera as meritokraci. Aty ka komandon Berisha. Vendos Berisha, urdhëron Berisha, kur do bëhet data protestës, vendos Berisha. Çfarë do flasin njerëzit nëpër studiot, përsërisin atë që Berisha e thot konferencë shtypi dhe këta dalin nëpër studio dhe flasin po të njëjtat fjalë. Nuk kemi absolutisht asnjë lloj organizimi të partisë, sepse tek Partia Demokratike nuk dihet kush është organizatori i partisë. S'ka asnjë aty. Domethënë, pavarësisht se këtu flasin, unë e kam thënë dhe prapë e them, ne Shqipëria vazhdon në një tranzicion post-komunist 35 vjeçar. Dhe kjo është fal politikës. Dhe këta jo pa qëllim e them dhe kam trumpetuar me të madhe që këta janë parapolitik, këta nuk janë politikanë. Po të ishin politikanë, do të kishte një politik Shqipëria. Shqipëria fatkeqësisht nuk ka politikanë, dhe ajo që i mungon më tepër Shqipërisë dhe është e djathta. Pra, ne kemi parti nga qendra deri tek e majta. Nëse tek e djathta dhe tek konservatoria ne nuk prekim fare. Nuk kemi dhe një vend i cili i mungon opozita reale, i mungon e djathta, i mungon elita. Nuk mund të pretendoj se ky vend mund të ketë zhvillim apo mund të ketë një politikë e cila është në shërbim të kombit janë radhë parë dhe pastaj të vetë qytetarëve. Kështu që nuk shoh ndonjë dritë jeshile, thjesht është një paradë, hajde bëjmë një paradë, hajde të tregojmë se sa veta merren edhe kaq dhe çuditërisht, dhe po të shohësh atë pjesën tjetër pastaj që gjitha protesta bëhen natën. Nuk ka protestë në botë që bëhet natën. Protesta mund të fillojë ditën dhe mund të vazhdojë deri natën, mund të rishë edhe gjithë natën. Jam plotësisht dakord, por që të fillosh protestën natën, kjo duket absurde, duket pak e çuditshme se si gjitha protestat për 13 vjet që minimalisht po marrin vetëm 13 vjetët e fundit, në 13 vjetët e fundit gjitha protestat janë bërë natën. Zotë Mirkoçi, në thonjë se rebelët në Partinë Demokratike kanë ekzistuar gjithmonë, një ndër ta jeni dhe ju, por nëse i referohemi rebelëve në këtë nocion, siç e thash në thonjza, kemi edhe zotin Saliani. Së fundmi ai ka pasur disa deklarata kundër zotit Berisha, duke folur edhe për lidhje që ai mund të ketë me funksionarët e Partisë Socialiste. Këtë narracion politik të tij e shikoni në vazhdën e një mbledhje personal apo ka të dhëna konkrete? Dëgjoj, pjesa reakcionare të Partia Demokratike është shpikur, që është 91-92, sepse edhe Berisha i qytet Përndjeku, unë se pranoj që jam i Përndjeku, unë jam reakcionar, s'kam lidhje me Përndjeku fare. I caktonte po Berisha dhe kush ishin ish-pronarët, po prapë i caktonte Berisha, se kush do ishin përfaqësues flas. Dhe asnjëherë nuk është pranuar ai që mendimin ndryshe në atë parti, dhe në momentin kur unë dola dhe në atë dalje që bëra, që kërkova të shpalos para partisë apo para antarësisë Partisë Demokratike të shpalos se çfarë është konservatorizmi dhe çfarë është djatha. Unë luftova gjithkohën vetëm për të djathtën dhe konservatorizmin, jo për individin. Dhe çuditërisht ajo që e bën me të madhe, sepse kështu bëhet aty i herë vetë emërohen konservatorë, vetë emërohen të djathtë, vetë emërohen të qendrës, është vetë emërim këtu, nuk kemi gjendje, sepse duhet kuptojmë një gjë e djatha dhe sidomos konservatorizmi është gjendje, nuk është emërim,
apo se lexove një libër dhe u bëre konservator. Dhe këtë nuk e kanë kuptuar akoma, është në mënyrë jetese, në mënyrë forme, është ai që e djathta krijon elitë. Ne nuk kemi elitë në Shqipëri. Nëse për 35 vjet Partia Demokratike do të ishte një parti e djathtë, patjetër do kishim një elitë. Por çuditërisht ne nuk kemi elitë në Shqipëri. Ne vazhdojmë akoma me intelektualët. Pra vazhdojmë alam, prandaj them është 35 vjet postkomunizëm. Jemi 35 vjet tranzicion postkomunist. Në këtë lloj pike jemi. Dhe për sa i përket Inatit apo të Salianit nuk po ta marrim në thelb kur ka ardhur Saliani në Partinë Demokratike ka ardhur pasi lloj kontributi, pasi lloj vlera ka ardhur e sollën. Dikush e solli aty, se kështu është aty me temëruar, për ne them aty është me temëruar, nuk është me vlera, nuk janë njoft ndonjëherë kontributet dhe vlerat në Partinë Demokratike, në mënyrë absolute jo. Aty janë njoft vetëm misi, planet, kjo është shoqja ime, ky është shoku im, ky do vi këtu, ky do vi atje, këtë po ma sjell Ilir Meta, këtë po ma sjell Filani, këtë po ma sjell i Steko dhe këtu ata pastaj zgjidhen dhe bëhen të persona publik në moment kur ata marrin poste. Nuk janë njerëz të cilët njifen në jetën e përditshme të qytetarëve. Pra nuk janë njerëz të cilët kanë artikuluar një shkrim në gazetë, kanë bërë diçka ata edhe kur flasin vetëm nëpër intervista, nuk flasin, nuk janë në gjendje të përthejnë dhe të nxjerrin situatën. Pra ne them ata edhe kur dalin në media, kam thënë paktën e kam thënë edhe në sy dhe kështu që nuk kam ndonjë problem. Ata edhe kur flasin vetëm atë çfarë thot Berisha. Në momentin që nuk e thot Berisha, ata nuk e thonë. Supozojmë doli Berisha e thanë do bëjmë parti konservatore, gjithë filluan edhe e shfaqin veten si konservator. Pastaj tha Berisha do bëjmë djathtë, gjithë u bën djathtë. Doli Berisha thotë ne jemi partia e qendrës, gjithë u bën të qendër. Domethënë nuk ka vizion politik. Dhe kjo është e keqja e këtij vendi, që i mungon e djathta dhe sidomos e djathta konservatore, mungon absolutisht. Nuk di domethënë se kujt i vej emrin në atë parti, që është të minimalisht është i djathtë. Sepse ju flisin për Salianin, po nuk e keni marrë ndonjëherë në analizë, për shembull deklaratën e Alizotit, i cili del dhe deklaron publikisht që unë vi nga familje të djathtë, po unë vetë jam i qendrës. Pra, në këtë moment vetë afrohet i qendrës, sepse janë njerëz të cilët nuk mbrojnë të paktën minimalisht, duhet të mbrosh gjën tande, duhet të mbrosh familjen, duhet të mbrosh identitetin. Gjë që këta nuk e bëjnë kurrë. Nuk e bëjnë vetëm sepse lëpijen dalin deri tek ajo pjesa që të marrin një mandat deputeti apo një post aty në parti. Dhe në momentin që i heqin qoftë nga mandati, qoftë nga posti i partisë, pastaj fillojnë edhe flasin, fillojnë edhe bëjnë sikur këtyre udhimset partia, sikur këta janë ata njerëzit që ja u kanë prerë fjalën në të kohë që në momentin që kanë qenë prezent, qoftë deputet apo tash funksionar parti nuk kanë folur kurrë absolutisht asnjëherë dhe nuk kanë hedhur asnjëherë ndonjë alternativë për zgjidhje të një X problemi apo të hapin një debat publik apo qoftë debat në brenda kryesisë apo brenda partisë. Këshillit kombëtar nuk ka absolutisht asnjë lloj debati. Sa herë janë bërë këshillit kombëtar, sa herë janë bërë mbledhjet e kryesisë, nuk ka asnjë lloj debati. Aty dilet edhe thotë tha Berisha kështu dhe kaq mbaroi. Ai është vizioni, ai është problemi. Nuk ka përplasje mendimesh brenda partisë. Dhe prandaj kemi arritur në këtë lloj forme. Sa i takon zhvillimeve të brendshme në Partinë Socialiste, disa prej analizëve thonë ose kanë ngritur një mendim që zotëri Erion Braçe, Elisa Spiropali po ashtu, duket sikur janë të stisura nga vetë kryeministri për të krijuar një frym kundër, një frym debati brenda Partisë Socialiste. Ekziston ky lloj mendimi edhe për Partinë Demokratike, duke referuar të gjithë deklaratave kundër që ka dhënë zoti Saliani, Alesja Balliu, Evi Kokalari? Jo, ka një problem, ndryshe nga Partia Demokratike, Partia Socialiste duket pak më unison, por edhe aty kanë filluar përçarjet. Nuk janë thjesht deklarative, janë përçarje brenda grupimeve, se edhe brenda Partisë Socialiste ka grupime të ndryshme, duke përfshirë një nga grupimet, domethënë që është në përplasje direkt me Ramën, apo me Ballukun, është grupi Fatmir Xhafës dhe
gjykoj se du tjetë edhe Gramazruçi, i cili vazhdon akoma komandon atë parti, dhe është grupi i Belinda Ballukut, i cili ka një pjesë të elektoratit brenda partisë, por pjesën tjetër e ka më tepër jashtë, ndërsa Rama i mungon antarësia e partisë dhe ka vetëm pjesën elektorat, ka pjesën e jashtme. Çka do të thotë pjesa e jashtme, janë këta oligarkët, janë këta që nuk janë anëtar partie, por që i cakton partia oligark, janë këta që ju jepen koncesionet, janë në lidhje me ndërkombëtarët, korrupsioni, droga, Sinaloa, pra ky grupim është i Ramës. Belinda Balluku ka të grupimin edhe jashtë edhe thash edhe brenda partisë, ndërsa Fatmir Xhafa ka të pjesën, me gjithë Gramazruçin kanë atë pjesën themi të elektoratit, dhe tu ndodha e përplasje ndërmjet tre grupimeve që janë aty brenda. Dhe prandaj Elisa Spiropali në konceptin e saj, një status që besoj nuk e ka shkruajtur vetë, se nuk e ka aq kapacitet Elisa ta shkruajë të status, por përdorte një frazë që kjo nuk është Partia Socialiste. Dhe po ta veni re, dhe Rama e ka heq fjalën rinjtindja dhe ka është futur tek Partia Socialiste. Ndërsa përsa i përket pastaj Partisë Demokratike, nëse mundem kur ta krahasoj Partinë Demokratike me Partinë Socialiste, sepse nëse do ta krahasoj me Partinë Socialiste, atëherë do të them që krahasimi është me këtë. Ata kanë diviza të ndryshme, kanë ide të ndryshme dhe programe të ndryshme. Në momentin që ti ke programe të ndryshme, nuk mund të bësh krahasim. Dhe kjo është ajo që ndodh te Partia Demokratike, sepse ajo që kam thënë që Partisë Demokratike i ka ikur vizioni, i ka ikur ideali, nuk udhëhiqen me alternativën, nuk përplasjet që bëhen për inate personale, sepse kur vjen puna, nëse ti do të flasësh për X problem, do të flasësh në momentin kur je, jo në momentin kur ikën. Sepse në momentin kur ikën, pastaj del që është private, është inatçore, është një lëvizje që ti kërkon ta merresh, por ti ke qenë aty brenda. Nuk është se ti nuk ke qenë, nuk të është dhënë mundësia për të folur, dhe në atë moment ti e bëre. Për shembull, po marr një rast ta quajmë ekstrem. Në 35 vjet, për shembull, unë nuk kanë hik shumë nga Partia Demokratike, dhe në momentin që kanë sharë, kanë bërë çdo gjë. Por në asnjë moment, për shembull, nuk kanë parë një deputet që çohet në sallën e kufonit që është kundër partisë, apo rrugës që ka Partia Demokratike dhe thotë unë po dorëzoj këtë mandat sepse Partia Demokratike tillë, unë po dorëzoj këtë mandat ose po dorëzoj këtë post të partisë. Në asnjë rast nuk i kemi një gjë të tillë. Gjithmonë është bërë ajo pjesa, është larguar dhe mbas largimit pastaj kanë filluar, kanë sharë, kanë bërë ose kanë krijuar parti të tjera, pastaj dhe çuditërisht këta që janë larguar pikërisht për keq qeverisin e partisë nga Berisha, çuditërisht këta janë bashkuar prapë me Berishën dhe kanë bërë prapë koalicion me Berishën. Pra tregon se mungon ideologjia. Dhe në një parti që mungon ideologjia, patjetër do rrshkasësh në këtë lloj forme. Partitë e Uni dhe Partia Demokratike patjetër është tek Uni. Vazhdon tek Uni, domethënë atë cakto Berisha dhe vetëm Berisha bën atë. Nuk ka një nga kërkesat për shkakun që unë ja pata parashtruar atyre ka qenë hapja e fraksioneve, lejimi i fraksioneve, funksionimi i fraksioneve. Gjë që ata nuk e pranojnë se nuk e kanë koncept. Dhe ky është koncepti i të djatës konservatore, nuk është koncepti i partive të qendrës. Mirë, po duke mos e pasur këtë lloj koncepti, tregojnë se nuk kanë asnjë lloj lidhje me të djatën apo me të djatën konservatore. Dhe po të shohësh edhe dalit që bëjnë, qoftë edhe kjo goca që del, Elisa çka e ka kjo. Alisa Balliu. Me këtë kam qenë edhe në një debat televiziv. Dhe domethënë nuk kishte absolutisht atë lloj ide, asnjë lloj qasje për sa i përket politikës. Fjalë boshe, fjalë kot, vetëm për të sharë, vetëm për të bërë, vetëm ky që të vi unë, e kuptoj këto, po kjo nuk është politikë, nuk sjell ndonjë progres dhe zhvillim në brenda rradhëve partisë. Pra vinë dhe flasin, nuk kanë asnjë lloj alternative. Nëse do të dëgjonin qoftë edhe Salianin në të gjithë
në gjithë fjalimet apo takimet që bën nuk hedh ndonjë alternativë, nuk hedh ndonjë gjë se si do ta bëj parti. Që vetëm flasin, ky duhet hikë, ai duhet hikë, ky, këta dalin gjithmonë më të mirë. Por këtë luftë do ta kishin bërë brenda partisë, këtë do ta kishin zhvilluar, do të kishin krijuar ato grupimet të tyre, do të kishin bërë një lëvizje tjetër, gjë që nuk e bën dhe arrin pastaj në këtë lloj konkluzioni dhe pastaj fillon një jep hapësira qoftë edhe Berishës vet, i jep hapësira pastaj për të thënë që ti ke qenë të ka futur Rama, kjo është loje e gjithmonshme që ka ndodhur te Partia Demokratike. Kush është largu nga Partia Demokratike gjithmonë ka pas nga mbrapa këtë lloj mandati, domethënë ti je me kundërshtarin, ti je me Partinë Socialiste, ti ka futur Partia Socialiste, ti ke bërë këtë, ti ke bërë këtë. Sa është aty brenda? Është ajo skema e famshme e këtyre, sa ishin kur unë dan gaz, bardhje, tabakue, qek marka gjithë këta dolën kundra e Sham Berishën e bën dhum, momenti që e mori Berisha e futi në strofullën e vet, në atë moment ata fillon Berisha është shkëlqyer, Berisha, domethënë njerëz pa dinjitet, pa personalitet të tyre, pa s'kan asnjë lloj karakteri, domethënë gjithë vizioni i tyre është për të marrë një post deputetin në parti apo një funksion brenda Partisë Demokratike. Deri këtu shkon, nuk shkon më tepër. Qartë, zoti Mirkoçi, në lëvizjen Salianës, mund ta quajmë një lëvizje gjithmonë, shikoni një krahasim me lëvizjen Rama dikur për të gjetur në krye të Partisë Socialiste në luftën e tij ndaj zoti Fatosnano aso kohe, pra e shikoni këtë lëvizje të zotit Saliani si një përpjekje për të konfiguruar në një të ardhme të afërt, ndoshta jo në këto momente, duke qenë se zoti Berisha është ende shumë i fortë në parti, për të qenë ai në krye të kësaj force? Absolutisht. Ka lidhje fare. E pareja që Nano lufta në mes të Ramës e Nano ka qenë një fasadë, sepse Rama ja bleu partinë Nanos, në kohë se ja mori me vote, ja mori se në atë kohë nuk ja merrte dot askush. Nanos me vote ashtu si ja merr dot me votë të Partia Demokratike. U bë një marrëveshje e klaneve të cilët vazhdojnë të drejtojnë Shqipërinë. Unë kam deklaruar gjithmonë janë 3 klane që drejtojnë Shqipërinë, klani Hoxha, Alia Kapo, i kanë nëpër media, nëpër studio, tot pallavisin akoma, ata na tregojnë edhe se çfarë është djathta, ata na tregojnë se çfarë është konservatorizmi, ata na tregojnë se si është demokracia. Ky klan dhe brenda këtij klani Rama është i caktuar në ardhin e tij në politikën shqiptare. Është i caktuar nga vetë klani. Nuk ka lidhje fare me këtë çfarë ndodh te Partia Demokratike, ndërsa te Partia Demokratike Saliani tash nuk e di nëse ju keni parë, dakor, po unë deri më sot nuk kam parë se është palos në një vizion apo në një program, në një mënyrë se si do ta rikthej partinë, se ky do të jetë apo si do ta bëjë. Dhe mos harroni, para Salianit ka pas shumë lëvizje të tjera, të cilat janë bërë mediatike, janë marrë mediat shumë me ta e tjera, dhe pastaj kaloi koha del diçka tjetër dhe humbet ajo. Mbas ju do ta shihni, mbas edhe sekretari do humbasi çdo gjë dhe edhe këtu s'ka çfarë bën më, domethënë. Deri këtu është. Kjo është një lëvizje që bëhen tash edhe Berishës vetë, Leverdis kjo, qoftë edhe me këto lloj deklaratash që bën. Duke jo i vetë përjashtuar, sepse ka dhe i problem teknik në atë parti. Supozojmë Saliani kur ka ardhur antar i kryesisë partisë nuk ka qenë i zgjedhur, ka qenë i emëruar. Dhe siç ishte i emëruar pa votë, ashtu edhe e hoqën, po themi pa votë. Kështu që nuk ka një shkelje, domethënë, po ta marrë vetëm thjesht në këtë pikpamje. Por duke i dhënë atribute, sepse Berisha i bën këto, kur i Leverdis i bën hero, i bën çdo gjë. Se i ka momentale. Dhe Salianin ai e përdori, se po t'ishte Saliani ishte ky hero i njërën tjetër. Për 4 vjet që nga vendimi i shkallës pare deri ku ka dalë vendimi i apelit, për 4 vjet e rriesh. Besoj se keni dëgjuar në Berishën që të flasi për këtë lloj skandali Babalis, që quhet skandali Babalis, Absolutisht asnjëri nuk ka folur.
dhe për sa kohë ishte me Lul Bashën nuk foli absolutisht asnjë. Pastaj çuditërisht, pastaj kur u bashkuan, kur vajtën te Berisha që u gjynzuan Berishës në atë moment, pastaj Berisha e bëri hero i fjalës të lire, drejtë shejtane, pse se interesonte momenti. Momenti që si intereson më pastaj momentin në atë moment e hedh. Por ajo që është pastaj më kryesorja është sepse thash nuk kanë alternativë, nuk kanë vizion dhe nuk hedhin ndonjë program që ta shohësh që edhe ai të dëgjoj se çfarë mendje ke. Nuk është luftë politike kjo, hik ti të viu. Ti mund të futesh në betejë, të humbasësh, por le një njoh. Le një program, le një gjë. Thash pavarësisht se nuk mund të del. Dëgjoj, është si puna asaj kur dilja për minimumin etik nita kaq ja para kryeministrisë vetëm edhe të gjithë njerëzit habiteshin, bëheshin, shifshin me sy tjetër. Mirë, po çuditërisht pavarësisht se nuk pati asnjë lloj impakti qoftë nga media ishte bllokuar, nuk e jepte, nuk e bëte, por edhe opozita dhe Partia Demokratike nuk vinte kurrë, as një fjalë nuk fliste, por duke qenë kaos, ajo mbeti. Dhe çfarë ndodhi sot, për shembull, të gjithë njerëzit flasin për minimumin etik. Vet Berisha flet për minimumin etik. Kërkuan ta fusin apo e futën në programin elektoral. Pra, një kaos, kur është kaos, ajo mbetet. Pra, ti edhe mund mos fitosh, mund mos dalësh, por do mbetet. Dhe ajo nuk do humbasi. Mirë, po këto lloj përplasje që këta bëjnë, janë përplasje, ka pas shumë përplasje brenda Partisë Demokratike. Përplasje të tilla. Mos harrojmë ka qenë grupi Van Bode, Patozi, gjithë ajo zhurmë u bë dhe në fund fare u mbyll. Se kujton njëri, grupin e 52-shës që ka 96, nuk e përmend më njëri. Se dhe ata për shembull rrëshqitën nga ajo dhe nuk e përmend më njëri. Ka pas grupi tjetër ka qenë një Arena Natit e Genç Rulit, prapë edhe ky dështoi. Prapë nuk e humorën në atë moment dhe dështoi. Grupi sa ka qenë, qysh në fillim që ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, është në Amerikë, erdhi dhe kandidoi me Lulin. S'po më kujtohet emri. Dhe ai bëri atë lëvizjen e parë, pastaj grupi Genç Pollës bëri lëvizjen, iku krijoi parti, pastaj erdhi prapë Berisha. Pra, e shau Berishën, u largua nga Berisha, pastaj krijoi parti, pastaj erdhi, shkriu partinë e vet edhe erdhi tek Berisha. Pra, nuk kanë lëvizje ideologjike, nuk kanë program. Nuk kanë absolutisht, se duhet të jesh vetë një herë që ta bësh. Dhe këta mundohen vetëm në atë inatin e vet, pse më hoqet ti mu tani dhe filloi me shaj me Berisha. Tash më Berisha doli i keq. Dhe e di që të mori, të vuri, të dha postin, të bëri këtë ishte e mirë. Sot që të hoqë, sot është i keq. Dhe prandaj them që nuk kanë zhvillim këto lloj lëvizjesh. To do shkojnë deri sa zgjidhet Berisha kryetari i partisë, edhe do mbyllet çdo gjë. Dhe një pyetje të fundit zotë Merkoçi, Partia Demokratike është duke ju nështruar një proces rizgjedhjeje që do kulmoj dhe me thirrjen e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike për të rizgjedhur me gjas përsëri zoti Berisha në krye të kësaj force politike. Mendoni që nga ky proces Partia Demokratike do dalë më fort në garat e ardhshme elektorale apo më dobët? Absolutisht nuk ka si të dalë më fort për vetëm arsye sepse është, po ta them edhe një herë, një parti e cila pretendon të jetë e djathtë dhe luan politikën e qendrës. Nuk mund të dalë më fort. E para, dhe e dyta, ajo që është kryesorja. Gara që bëhet për zgjedhjen e kryetarëve nuk është garë reale. Unë kam parë shumë emra kryetarësh të cilët nuk kanë asnjë lloj kontributi tek Partia Demokratike dhe në zgjedhjen kryetar Partisë Demokratike. Kam parë moshat e tyre që janë ka dhe në ata që janë nga 22 vjeç, 23 vjeç, zgjedhet kryetari i partisë në qytetit, është skandal domethënë që ta mendosh një parti e cila ka humbur vizionin, ka humbur idealin, ka humbur identitetin e saj. Nuk ajo parti do shkojë, domethënë ata çfarë do Berisha, ata njerëz janë zgjedhur pikërisht ata çfarë do Berisha, por se janë zgjedhur njerëz të tjerë dhe ka një hapje, ju e shihni për shembull edhe kur deklarojnë që hapin partinë, por
mënyra e hapjes nuk thot asnjë se si është hap kjo parti. Se mirë dakord e hape, po si funksionon hapja e partisë? Absolutisht asnjë nuk e thot dhe nuk e tregon. Sepse nuk e kanë vizionin e të djathtës apo të djathtës konservatore. Pikërisht këtu ngel ngërçi dhe vazhdojmë akoma me unin. Dhe ky është ai ngërçi dhe të gjithë këto që zgjidhen si kryetar partish, po t'i vesh re, domethënë edhe ai skandali që plasin Durrës. Domethënë çdo zgjedhje, mas zgjedhjeve pastaj del një skandal, del një gjë tjetër. E kuptoj? Edhe atyre e njëjta gjë, pse shkut këtu, pse shkove atje. Pra një parti demokratike që thot pse shkove në takim me Salianin, pse dhe ky tjetri thot pse shkove ti në takim me Berishën, apo ai tjetri thot pse shkove në takim me X-in e Y-in. Dhe tregon se nuk është parti demokratike. Pra fjala lirë, mendimi lirë, veprimi lirë nuk ekziston ka. Pra ata e thon vetë me gojën e vet, që mendimi lirë, fjala lirë, veprimi lirë nuk ekziston në atë parti. Për sa nuk ekziston, atëherë nuk mund të ketë zhvillim. Qartë. Zoti Mirkoçi, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë. Faleminderit shumë për analizën tuaj. Deri dhe juve.